Mirë mëngjes, Florenca. Mirë mëngjes, Fabi. Si e? Mirë. Si një lule, si një lule që të dhuruan që më pikë mëngjesi. Po, ma dhuroj Dori, operatori ynë një lule, si pas ti, vjen, sepse unë kam folur mirë për Interin. Kjo është përshtatur në gjyrave. Faleminderit, Dori, faleminderit. Krepa me patate. Po, krepa me patate. Nuk do mbushen me patate. Mirë mëngjes gjithve. Unë i kisha mbushur me patate. Jo. Nuk ishte foto fare e bukur, Fabi. Edhe për syrin tim nuk ishte fare, por nuk i gjeta një të përshtatshme. Por kjo nuk do të thotë që ne po përdorim patate që na tepruan dje. Jo, fare. Po e disi gjithmonë do... E ka një qik me rak ato kunjet. Mirë, do listojmë përbërësit për të realizuar krepa dhe pastaj guzhina është vetëm për ty, Florenca, dhe për artin tënd të gatimit. Për të treguar dhe si do t'i bëjmë. Po, për këto krepa na nevojitëm pa diskutim miell Ola, që është miku ynë i besuar i kuzhinës, na nevojiten vezë, qumësht edhe vaj. Po. Siç bëhen krepat e zakonshëm. Ndërsa mbushja është djathtë. Tani patatet, unë nuk e di, do shtypen dhe do bëhet me brumin e... Patatet i kam kaluar pak në zjerje, shumë pak, tani do t'i kalojmë në frulim, dhe do të shtojmë të gjithë përbërësit dhe do bëjmë një brum të hollë si brumi krepave. Dhe do bëjmë krepat, pastaj do t'i mbushim me djathtë. Që nga si njoki, si brumin... Nuk e di. Jo. Nuk është. Mirë. Po. Me qëfar të ndihmoj unë? Atere, hidh vezët aty, të kulloj pak këto patatet unë, ja të marrë kullesën. E kemi aty. E kam aty kullesën, e kam në lavaman. E tek lavamani. Aha. Okej. 2 vezë. Do ta sistemojmë sopën se... Po. Shumë mirë. Okej. Do të lëm gati. Tani unë kisha marrë 3 patatet mëdhaja, ne do shikojmë si do të na realizohet brumi, do shtoj patatet. Do shtojmë qumshtin? Po, do shtojmë qumshin. Që ti ke edhe pak vaj? Po, i kam hedhur. Shtojmë vaj. Kemi dhe vajnë. Tjetër. Edhe do shtojmë edhe miell në varësi për të krijuar atë. Hidh patatet njerë, Fabi. Patatet kam frikë se janë të nxehta dhe mos ta presim vezën. Jo, nuk e presin. Nuk e presin? Jo. Mirë. Sepse sasia e lëngut që është aty nuk e lejon. Mirë, nuk e lejon. Hidhi, Fabi. Dhe nëse doni që ti përdorini të gjitha patatet, mund të shtoni pak ujë ose qumësh prap, nuk është... Po e bëjmë në varësi të... Po. Shto dhe pak miell, Edhe pak miell? Ka marrë miellin me përdorim të përgjithshëm. Mjafton njërë si fillim? Po, fruloj tani, Fabi. Domethënë është një recetë shumë e thjeshtë dhe mund ta bëj kushdo thjesht për të ndryshuar mënyrën e të konsumuarit të krepave. Nuk janë thjesht vetëm qumësh, miell dhe vezë, por kanë dhe patatet brenda, kanë dhe pak vaj. Megjithatë, francezët i bëjnë krepat edhe me pak gjallë. U bë shumë i mirë, hedhim dhe ca patate. Hidhe ca patate, Fabi. Gatimin e krepave po ta lë ty se ti ja realizon formën perfekte. Ja këtu tani, të ngrohim tiganin. Ama në vend të patateve? Po. Edhe perime tjera? Po, dhe perime tjera. Ti shtoj gjitha? Mi shtoj se po qese na bëhet e trash, i shtoj pak ujë. Ujë ose qumësht? Po, ja ta largojon këtë. Faleminderit, Florenca. Edhe këtë. Hëmë i Fabi, sa ke mësuar, Fabi. Si? Sa ke mësuar, plot ke mësuar. Lëre, jam gati. Gati. Gati për ta restorantin të imagjinaj. Po, pse jo. Ja të provojmë njerë me luksa se duhet tjetë pak i rjedhshëm. Ha? Duhet pak ujë. Ja të japë dhe pak ujën. Edhe pak ujë. Aty pak fare. Pak fare ujë. Edhe do ta kalojmë këtu me sit. Me sit, sepse ka ato të patates që nuk janë... Sa cilë është i ujnë, po e frulloj dhe njerën. Ja. Duke në thjesht, apo ka puna? Pa tjetër. Ti edhim dhe pak krip, se harova kripën. Ka dhe djathi. Po, ka dhe djathi, po. Shumë mirë. U këputa. Ska gjë. Mendoj se mjafton. Mjafton, të marrë sitën. Ta kalojmë këtu.
edhe të pastrojmë dhe pak vendin, Fabi, aty. Po. Janë bërë të mrekullueshme më duken mua. Me përbërësit, ja. Ta largoju? Ose largoju. Mirë. Shumë shishme. Nësa po shumë s'ka nevoj fare as përsit. Po? Mielli nuk na nevojitet ma. Jo, fare. E bëm. Po. Shikoni sa i mirë që është bërë brumi special dhe në sit nuk kam mbetur vetëm pak fare që unë do t'a lë për siguri, nuk dua ta shtrydh. Ja, kështu, Fabi, lutem, do të ma marrësh pak të, merr një pjatë që mos na kulloj. Je shumë një koqire, të lumë shinduar. Tani më duhet garushdja. Dhe jemi gati të bëjmë krepin dhe këtë më largo, Fabi. Edhe vaj. Atëherë ti ke gati me këtë lyre me gjallë. Ja, shikoni sa i mirë që është bërë një brum special. Sa e lumtur dukesh. Një brum special, duke si ai brumi kur bën flim që e hedhim në tepsi, Mirë, e para gjithmonë provë. Do ta bëjmë tani. Nuk ditë të dalë forma. Fabi, jo, po do ta bëjmë ne, e para do dali e shkëlqyshëm, është bërë, e shkëlqyshme. Nuk do të bëjt madhe këtë, që të në bëhet tigani tamam, dhe pastaj tjetrën do të bëjt madhe, a? Një madhe, një vogël. Jo, do t'i bëjt mëdhaja të tjerat, po thjesht këtë që të vëjmë në aktivitet tiganin, të marrë atë, po, të presi ai që ne do vazhdojmë të bëjmë krepa. E ditë tigani, që bëjmë krepa. Ja, të piqet. Mirë, do listem me njerë përbërës, të si me ndonë, Florenca? Pa tjetër, dhe këto krepa do t'i mbushim me djathë. Mund t'i mbushni me çfarë të doni ju dhe me të gjitha ato që ju vinë në mendje, me perime që ju i konsumoni. Proshut. Atëherë, bëm brumin, ku përdorëm 200 gram miell, 150 ml qumësht, 2 vezë, 3 patate, 100 ml vaj dhe pak krip. Ndërsa mbushjen, Florenca ka zgjedhur djathë sot, por është në dëshirën tuaj, mbushja mund ta bëni me spinaq, mund ta bëni me mish të grirë, me qep, me çfarë të doni ju. Dhe me mish të grirë dhe qep, ja të piqe dhe një qik, do ishte fantastike. Do më shumë punë, po? Për krepat me mish të grirë, me qep, më pëlqejnë pitet me mish të grirë, me qep. Byreku me mish të grirë. Byreku me mish të grirë, me qep. Makaronat me mish të grirë dhe qep. Keku me mish të grirë. Jo, keku. Keki kripur. Digja. Ha, sy e veshja. Kam frikë tani. Nuk e di. Me të thashën. Jo, e di se qëfar? Qëfar? Që brumi do merë pak miell, do dhe 2 lugë miell, mendoj jo. E do, sepse unë do t'a ktheje, po dua që të bëhen pak më të lidhura. Ti rreziko. Po, unë pa tjetër. Po me dhe mundësi të marrë lugë? Po, tja pun. Edhe përzije, Fabi, përzije me tel. 1. Hidhi 2 lugë. 2. Opa, më iku. Ska gjë, e para është provë. Kjo të regon që brumi do edhe pak miell, okej? Se është shumë i butë, unë e ndjej. është shumë i butë. 2 gjys jo dha unë për siguri. Po mirë bërë, se nuk i bën asë një gjë nuk i bën. Ka ndalë si pancakesa. Po. Sepse na duhet që brumi tjetë pak me i lidhur që ne kur t'i mbështjellim, të mos na thyen. Po. Ja si na u thye kjo. Ose mos t'i mbështjellim fare, pak djath, pak krep. Jo. A do t'i mbështjellim në ato? Ja të bëjmë të dytën tani, e përzive mirë me tel. E përziva. Ta kullë prap. Jo, s'ka nevoj për të kulluar. Ja ta heqim këtë. Opa. Vazhdoj me tjetrën. Po, hidhe Fabi. Kam frikun këtu tani. Hidhe moj. Mirë, ne do bëjmë... Edhe një tjetër që ta hapim. Do bëjmë krepën, do shihemi nesër, që më shënduar Florenca, që nga brumi duken fantastike. Degustimin, pastaj. Po, do ta shikoni kur ti mbush, do ta hedh në rrjetet sociale dhe ti shikoni se si do bëjmë mbushjen. Mirupafshim. Nuk ka ndonjë marifet. Mirupafshim. Mirupafshim.